Kësaj të diele, Kosova do votoj, me çka votuesit e saj do të tregojnë se kënd mbajnë përgjegjës pse partiakët i Naxhin vendit i harxhuan një vit të tërë. Sa u përket partive politike që marrin pjesë në këto zgjedhje, dy prej tyre do i prinë betejës zgjedhore, Vetëvendosja dhe PDK-ja. Lëvizja Vetëvendosje deri tani është dëshmuar si parti që ndërton shtet për qytetarët e jo për pushtetarët. Por duke qenë kryetari i Vetëvendosjes më shumë misionar se sa politikan, i ndodh të mos e vërej me kohë se edhe në partinë e tij shtohet numri atyre që politikën e shohin si biznes më fitimprurës, dhe që pastaj, pasi të pasurohen, të kërkojnë azil politik në Shqipëri, atje ku shtetin e drejtojnë hajnat e rilindjes. Ndërkohë siç duket, PDK-ja është duke dalë nga kthetat e klanit Pronto dhe ka nisë një rrugëtim të ri që nga parti fitimprurëse për aksionarët e saj do e bëj subjekt të rëndësishëm për shtetformimin e më temë të Kosovës. E sa i përket LDK-s, ajo mbeti parti që vlerë të vetme e ka presidentin e ndjerë historik të Kosovës, me çka u vetë përjashtua nga e ardhmja e vendit dhe ngadalë u shndrua edhe vetë në kufon politike. Mbase të përballur me këtë realitet, shumë personalitete të kësaj partie aq shumë u verbëruan sa nuk mund të fshehen se më të afërt e ndjejnë listën serbe se sa Vetëvendosjen dhe se shpeshherë veprimet e Kurtit u ngjasojnë me ato të Miloševićit. Po, të dielën Kosova do votoj, me çka do ketë mundësi të përcaktohet nëse e do të mirën e vetvetes si shtet apo mirëqenien dhe rehatinë e atyre që janë mësuar të majmen në grazhdin e shtetit.